Shpeshherë kombëtarja shqiptare është parë si një përfaqësuese që mbështetet në disiplinë, zemër dhe përkushtim. Por nëse shvendosemi përtej fanellës kuqezi dhe ndjekim rrugtimin e lojtarëve në klube, shohim një tjetër narrativ, atë të suksesit dhe titujve të fituar në kampionate të ndryshme evropiane dhe jo vetëm. Një numër i konsiderueshëm i futbollistëve aktual të kombëtarjes shqiptare janë shpallur kampion në klubet e tyre, disa herë radhësi, duke dëshmuar se cilësia individuale është në ngritje të vazhdueshme. Rasti më i freskët është Mario Mitaj, mbrojtësi i majtë i kombëtares, i cili këtë sezon ka ngritur trofeun e kampionit në Arabinë Saudite me klubin Al Ittihad. Transferimi i tij në lindjen e mesme u pa fillimisht me skepticizëm, por Mitaj ka treguar stabilitet dhe rritje, duke fituar besimin e trajnerëve dhe duke kontribuar në një sukses të rëndësishëm në një kampionat që po tërheqjes një më shumë vëmendje ndërkombëtare. Një tjetër emër i rëndësishëm është Christian Aslani, mesfushori i Interit që sezonin e kaluar fitoi Serie A me Zikaltrit, edhe pse nuk është titullar fiks, ai ka qenë pjesë e rotacionit të një skuadre të fortë dhe të konsoliduar. Sezoni aktual e gjen sërish në garë për titullin, duke e bërë të mundshme fitimin e një kurore të dytë radhas ineditën italiane, po ashtu ai është në garë për të ngritur lart një trofe si Champions League. Në Itali medalje për fitimin e Serie A ka marrë edhe Giacomo Vrioni kur ishte pjesë e Juventusit në sezonin 2019-2020. Sulmuesi tashmë po bën pak kohë që ka dalë nga radari kombëtares që pas transferimit në kampionatin e largët të Amerikës. Dhe ndërsa ndeshjet kualifikuese po afrohen, Shqipëria nuk është më thjesht një skuadër me lojtarë që luajnë jashtë, por një skuadër me kampion të vërtet, të gatshëm për të luftuar dhe për një arritje historike që mund të jetë kualifikimi në turneun më të madh për kombëtarët, atë të botrorit.